Shikues të nderuar, Talpo Televizion ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Një situatë shqetësuese është konstatuar në fshatin Psar të Bashkisë së Këlqyrës, ku 10 bagti të ngordhura janë hedhur në një prua të tharë pranë zonave të banuara. Prania e kafshëve të dekompozuar e ka shqetësuar banorët për rrezikun e ndotjes së mjedisit dhe për hapjen e mundshme të sëmundjeve. Bagti të ngordhura që derdhën në prujën e thatë në fshatin Psar, Bashkia Këlqyrë. Situata është mjaft serioze nga fakti që proji i tharë tashmë nga mungesa e rreshjeve është shumë afër zonave të banuara, çka mund të ndikojë në përhapjen e ndonjë epidemie nga sëmundjet e transmetueshme nga kafshët tek njerëzit. Deri më tani nuk kanë konstatuar rast të tilla, por situata qëndron vërtet alarmante. Sipas informacioneve nga banorët, në këtë prua mund të jenë hedhur 10 trakok bagti me muaj të tërë, dhe kjo në fakt dëshmohet qartë edhe nga skeletit që janë fokusuar nga kamera. Banorët ankohen për ndërhyrje emergjente nga ana e bashkisë apo organeve të tjera. Nga ana e saj, Bashkia e Këlqyrës është vënë në dieni për këtë situatë, ka informuar institucionin ligjvatuese për të identifikuar autorët e mundshëm të kësaj masakre mjedisore. Ndërkaq, zyra rajonale e veterinarisë në Gjirokastër nuk ka patur fare dieni për këtë masakër mjedisore dhe ka dërguar në teren inspektorët e saj për të identifikuar rastin në fjalë, dhe drejtoria e mjedisit ende nuk ka reaguar. Ka ngorë dhe i ka zënë sëmundja dhe i edhe në lumë. Po, shqetësim është herë e fort të ngiu frymën. Po digje kush i ka hedhur këto bagti në lumë apo jo? Nuk e di. Kam njoftuar veterinerët e bagtive, e thonë s'kam gje, nuk jam me sëmundje. Këtu e zotërinjën kush me bagti aty, i kanë thënë, me variskun, mbuloj. Asin gje nuk i be. Sa krerë mund t'jenë hedhur në prua? Dhe kush i kanë murar? 50 krerë po, rreth 50. Rreth 50 krerë. Ka filluar gjë lartë, gjithësit. Edhe ka kështyer poshtë në lumët. Edhe masa s'jam asnjë. Qëm tani. Neve ne kemi frikë, ne qysh po rrim, ne kemi njoftuar tërë veterinarët e rrethit. Dhe tani nuk kanë ardhur? Jo, asnjë. Asnjë nuk ka ardhur. Në këto kushte si do reagoni juve? Çfarë do bëni juve? Për të merrë masa, çfarë bëjmë ne? Merrë masa sa më para, që të mbulojnë ato që kanë ngordhur. Ja, të vish tani aty për teja. Aty. Nuk futesh dot aty në prua. E poshtë tjera dhe më gjithë për poshtë, lumët. Edhe në lumët ka. Rasti në fjalë, patjetër që Bashkia e Këlqyrë ka konstatuar rastin, kemi shkuar atje, e kemi evidentuar dhe jemi duke përgatitur dokumentacionin e plot për t'u referuar organeve kompetente. Bashkia e Këlqyrë është e angazhuar për një mjedis sa më të pastër, për një mjedis sa më të mirë për qytetarët dhe gjithë banorët e Bashkisë Këlqyrë. Jemi në këto momente me zhvillimet kryesore nga vendi. Rreth orës 17:30 të ditës së premte, në liçenin e Virojit të gjetur i pa jetë, dyshohet debytuar në liçen shtetasi Besnik Koka, 62 vjeç, banues në Gjirokastër, me detyrë roje në ambientet e zonës së Virojit, pranë Agjencisë së Shërbimeve Komunitare dhe Utilitare në Bashkinë Gjirokastër. Nga kthyrja e trupit nuk janë konstatuar shenja dhune, ndërsa dyshohet se 62 vjeçari vuante nga depresioni. Grupi hetimor po punon për dokumentimin e plot me prova ligjore të rrethanave të ngjarjes. Vendimi është marrë nga Këshilli i Ministrave, teksa është njoftuar nga Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj. Qeveria ka vendosur të ndërpresë kështu funksionimin e bordit të transparencës. Ky e fundit u shpreh se muajt e fundit ka patur luhatje të vazhdueshme të çmimit të karburanteve, por për shkak të stabilizimit të situatës në lidhjen e mesme është vendosur edhe ndërprerja e funksionimit të bordit. Tashmë ka më pak qartësi, ka thënë ajo, ndërsa prej më shumë se 2 javësh çmimi ka ardhur duke u reduktuar. Do të jemi të kujdesshëm të
të monitorojmë lëvizjet e përditshme të çmimeve, u shpreh ministrja Ibrahimaj. Bordi i transparencës u rikthye në funksion në muajin mars, ku më datë 20 shpalli edhe vendimin e parë për sa i përket çmimeve të naftës. Heshtja nuk është gjithmonë qetësi. Në shumë raste ajo bëhet streku, fshinja dhuna, frika dhe mungesa e reagimit. Pikërisht këtë të vërtet vuri në qendër drama, kur mungon fjala. E sjell në skenë nga studentët e Universitetit Eqrem Çabej në teatrin Zini Sako të Gjirokastrës. Nëpërmjet historisë së verës, një re që përballet me dhunën dhe gjykimin brenda familjes, shfaqja solli për publikun një realitet që nuk është i largët. Në skenë u pasqyrua mënyra se si dhuna u shqet nga heshtja, nga frika dhe nga pranimi i saj si pjesë e jetës së përditshme. Vepra u realizua me mbështetjen e Bashkisë Gjirokastrën në bashkëpunim me Universitetin Eqrem Çabej në regjinë e Marsias Lilës. Interpretimi i studentëve afroi dhe më shumë publikun me dramën, duke kthyer shfaqjen në një thirrje për të mos heshtur përballë një plage sociale që vijon të prek shumë familje. Kjo pjesë është vendosur në bashkëpunim me Universitetin e Gjirokastrës, ku studentët të universitetit janë bërë pjesë e kësaj shfaqje teatrale që ndonse ishte e shkurtër në përmbajtje, ka një mesazh tepër të fortë që është ai i dhunës në familje. Është pikërisht, unë kisha pjesën e rolin e nënës, në fakt që është një grua që e ka institucionalizuar dhunën dhe e ka pranuar atë si tepër të natyrshme, dhe në këtë linjë janë edhe të gjitha gratë e kësaj pjese. Dhe është pikërisht ky mesazhi që kërkon të përcjell pjesa, që ka një moment në jetë kur gruaja duhet të ngrejë zërin dhe t'i thotë jo dhunës, t'i thotë mjaft më, dhunës në familje nga babai, dhunës nga bashkëshorti, apo çfarë do lloji dhune tjetër. Në fakt është një fenomen social tepër i ndjeshëm në shoqërinë e sotme dhe i pranishëm pavarësisht emancipimit të përgjithshëm që mund të ketë arritur familja. Sërish ne kemi shumë familje ku dhuna është tepër evidente dhe e dukshme, dhe ne kemi dashur nëpërmjet kësaj pjese që t'i ndërgjegjësojmë kryesisht të rinjt, por edhe qytetarët e thjesht, që dhuna është një fenomen që nuk duhet pranuar dhe nuk duhet natyralizuar, nuk duhet të jetë në asnjë mënyrë diçka që ta pranojmë si të mirëqen. Ishte një eksperiencë shumë e veçantë, për mua ishte hera e parë, nuk isha eksperjenca të mëparshme, kishte pak angth, pak stres, po që puna ka qenë shumë e mirë, kemi punuar shumë për të arritur këtu ku ishim sot. Jam i mendimit që është dukur e shkurtër sepse ka qenë shumë vepruese si shfaqje dhe gjithmonë gjërat e mira mbarojnë shpejt. Dhe mendoj që të flasësh pak dhe të thua shumë është gjithmonë një karakteristike ime si individ dhe si aktor, si profesionist. Kjo shfaqje vjen në një periudhë kohore të cilën është një plagë shumë e madhe sociale, dhuna, nuk është vetëm tek femrat, por është kudo. Është tek fëmijët, është tek të gjithë, kudo që ndodhet, se po flasim më shumë për dhunën psikologjike se sa të fizike. Fizike është rezultat gjithmonë. Por gjërat nisin, siç thot Shakespeare, i tragjedit filloi nga loja, dhe dashur pa dashur bien në kursin e njerëzve që intrigën e kanë mjet jetese, apo siç edhe shfaqja si personazhi i Blerimit që e karakterizonte këtë fenomen. Është një shfaqje që i flet të gjitha komunitetet, të gjitha trebave shqipfolse, sepse bile është edhe një fenomen global, po ndoshta ne në Shqipëri e kemi dhe çik dhe nuk është trajtuar si fenomen dhuna, dhe nëse nuk do arrim të zgjidhim dot komunikimin, mirëkuptimin me njëri tjetrin, besoj se nuk do arrim asnjë gjë, nuk do hedhim hap për asnjë objektiv apo qëllim që kemi në jetë. Qoftë atë që është më kryesorja, jetën që na i ka falur. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirëpafshim.